Plagët që s'isha askush për që ndryshojnë gjithçka. Ka disa histori që nuk tregohen letë, jo sepse mungojnë fjalët, por sepse dhimbja është aq e thellë sa që vetëm zemra mund ta kuptoj. Operimi është një prej atyre kapitujve që më testoi në çdo mënyrë, fizikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht. Kur e ndjeva për herë të parë në trupin tim, pas operacionit, nuk isha më e njëjta. Jo vetëm sepse në shtyllën time kurrizore ka 10 vida që më mbajnë drejt, por sepse brenda meje ishte krijuar një version i ri i vetës, më i fortë, më i vetëdijshëm, më mirënjohës për jetën. Ishte shumë e lehtë të mërzitesha, të zemërohesha e të ndihesha e humbur, por zgjodha të mos mbeten më në atë errësirë. Zgjodha të ndriçoj, edhe me dhimbje, sepse kuptova që forca nuk është më të kesh frikë kur të ecësh përpara dhe kur të dridhen këmbët. Ky rrëfim nuk është për të marrë mëshirë, është për të kujtuar të gjithëve që jeta ndonjëherë na thyen. Por edhe kur thyhesh, mund të rikuperohesh më e bukur se kur. Mos e nënvlerësoni asnjëherë veten. Çdo plagë që mbani është dëshmi e një pritjeje që keni fituar. Edhe nëse sot je duke kaluar një sfidë, kujtoje këtë. Nuk je vetëm. Dhimbja nuk të zhbën, ajo të formon dhe ti je shumë më i fortë se sa e mendon. Përshëndetje krejtve, unë jam Anisa Vesele, për krejt ata që s'm njohin, unë jam këngëtare, influencer, edhe gjithashtu YouTube creator. Së fundmi, unë kam pas një rrugtim jo të mirë që ka ndodhur në jetën time. Kam qenë në një format të Big Brother, VIP Kosova, në të cilin unë kam bë një rrëfim timin të jetës time, i cili ka qenë mjaft prekës për të gjithë shqiptarinë që kanë ndjekë këtë format. Unë kam tregu që kam vuajtur nga një sëmundje e cila quhet skoliozë në pjesën lumbare të shpinës, gjithashtu dhe në pjesën e lartë. Gjatë rrugtimit tim, pasi unë kam dalë nga formati Big Brother VIP Kosova, pasi kam dalë kam has një problem të cilin ju vetë se e dini tashmë dhe nuk besoj që nuk kam nevojë me ja u tregu tash tek pika gjata ose shkurta. Po pak a shumë jena me folë për këtë temë. Unë u mashtrova, ju krejt e keni marrë vesh vetë se këtë sen, ka qenë goxha sen i ran për mua dhe për familjen tem, po unë e te kalova këtë sen sepse ku pas shpresa shumë m'dhaja të Zotit se e kom ditë që një ditë vjen dita për drejtin sepse i drejti zhytet po kur nuk mbytet, kanë thonë kështu. Unë historinë time ja u kom besu piranjave, cilat e kanë trajtu shumë mjaft mirë, besoj tash edhe pe din unë vetë se kam kryu operimin. Tash po du me fol pak ma shumë për pjesën e operimit. I kam veç dy fjalë për zonja Lena Krasniqin, du me thonë që ti nashta ke dash me m'demantu mu, ti nashta ke dash me m'qit keq mu te populli, po e vërteta doli n'shesh, kështu që nuk ki pse me vazhdu hala me degradu temën që unë jam gënjeshtare bla 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 ku ta diun, se e vërteta u pama edhe tash krejt njerëzit e din kush është gënjeshtar dhe kush është i vërteti. Vazhdojna. Unë, përderisa isha në Tiranë për xhirime të Piranjave për pjesën e dytë, Piranjat më kanë mundsu me spitalin amerikan që unë me shku me i bo kontrollat prej fillimit, do me thonë MRI, treja, krejt ato whole spine me kqyr a ka dëmtu me nerva, e shumë sa me tjera që dikush që ka mujt ka problem me sëmundje t'tilla e din se sa shumë procedura janë. I kena fillu këto procedura edhe jena kontrollu me doktorin Kamil, i cili m'ka kontrollu shumë mirë, m'ka tregu për qysh ka me ecë rrugtimi pastaj, pas operimit, edhe nëqose se bëj operimin, 2 lloje të anëve. Edhe me spitalin amerikan vazhdu me fol edhe ma la një çmim shumë mjaft mirë për sa i përket buxhetit qysh është në Kosovë dhe në Shqipni. Edhe unë e vendosa me bo operimin, po na mungojshin të hollat. Sepse ajo shumë nuk ka qenë e përballueshme për ne, për familjen tonë. Une shumë kisha pas qef mi tregu me emër disa persona që m'kanë nimu. Një person u kanë që e ka mundsu gjithë shumën, thuajse, edhe disa 4 persona tjera m'kanë që janë mbledh secili edhe me mundësitë e tyne m'kanë ndihmu. Janë artista
edhe shumë kisha dasht me i tregu me emër, po kam dasht me nejt diskret, kështu që unë veç du mi falenderu dhe mi thonë që nashta n'ket mujt qajt Ramazanit që u kanë Zoti ja u ka mundsu juve me bo mirë te dikush tjetër për shpirtin e juve dhe beso që e keni bo një sen shumë të madh për mu. Edhe unë jam shumë e lumtur që ju njoh, edhe ju kam tashmë n'rrethin tem edhe ju du shumë, kam një zemër për juve. Edhe tash vazhdojna te pjesa e operimit. Fundi u bo. Qatë ditë që e ku marrë lajmin që u bu fundi, mjeku ka pas me u nis për Londër. Edhe fati jam u kon që direkt që e ku marrë vesh që jam bu fundet, e kom thirrë doktorin, kom thënë e don, jam ba paret, t'lut na thirrë doktorin, edhe te bojna operimin sa ma shpejt. Ajo qysh, jom kon tu kajt edhe s'kam mujt as me m'kuptu, kom thënë veç thirrë doktorin, edhe let's do it. E ka thirrë doktorin, doktori e ka anulu biletën, që u kon shumë sen, like, wow. E ka anulu biletën edhe nesrit unë jam nis në ora 4 për Tiranë. Edhe jom shku n'spital, jom shtri n'spital, kena fillu analizat me anesteziologun, me doktorin. Edhe ja ka nisu mi tregu krejt hapat, qysh tek. Analizat më kanë dalë krejt mirë. U doft 3 persona me jep gjak për mu, n'qofse gjatë operimit kam gjak deri 10 shumt ose diçka. Jon kanë familjarët e mi që kanë jep gjak atë ditë. Edhe u kanë momenti kur unë kom pas me i në operim. U kanë për mu shumë emocionuse, po n'syt prindve t'mi edhe t'vllaut, t'motrës, u kanë daja dhe shoqja jem e ngushtë. Nuk kom dash mu tregu nashta e lig, kom dash mu tregu që jam e fortë, edhe pse brenda meje kom pas atë forcën shumë t'madhe, që kom thënë okej s'ban mu dorëzu edhe nuk kam mu dorëzu, kam e nejt e fortë, se e di që kam ja dal, mase u bo puna deshto dhe qysh e ka shkru Zoti prap se prap, s'kena qa me ndryshu. Edhe u kanë momenti që u dof mu nis për sallën, edhe u kanë shumë emocionuse për mu mirena. U kanë emocionuse nashta n'atë pjesën që ma n'fund, I did it. U bo, edhe për një kohë shumë shkurt, se une realisht Big Brother ku mi veç për qatë arsye, edhe nuk është ku mi për famë, ose ku mi për vjusa, ose bla bla bla, ku mi veç për qatë arsye dhe kur pe di që ja kom arrit me bo qatë sen edhe nashta mas bigot, jam shumë krenare me veten, edhe me ata nisën e vogël që ka dash gjithmonë ëndrat e saj me i realizu vet, pa ndihmën e kërkojt, është fjala për njerëz që kom shpresu shumë tallit që m'kan nimu. Nej, se tash po se jem tu vazhdu pi tevës që jem tu kcy, po tash po rrina te pjesa ku jem hi n'sallë. Unë jem hi n'sallë edhe kam videon ku jam tu fol me doktorin aty edhe ai ja nisu m'bën pyetje është me jep ato për me mshti me flajt. 1 minutë dash për me mshti n'xhëm edhe ka thonë mjeku shumë e fortë, jo kanë se shumë zër u kanë për me mshti me flajt. Edhe farë pyetje m'ka bo, keni me po videon që tash, del këtu. Edhe bam, gitar, s'kum po kur gjë. Kur jem qu mas 6 ore gjys, që shumë kanë thonë. Realisht mjeku ka thonë ora 11 tani se si del pia, po trupi jam qa që fortën, jam qu mas 2 ore që u kry operime, 2 ore 3. Edhe si jam qu, edhe një qa kum lyp telefonin. Edhe m'kon tu kajt non stop, kum ban, ku telefoni ma këshin marrë, si janë tu që mos po i live-a, po postoj në i sen qa s'bën. Ma kanë marrë telefonin edhe e di që shumë kanë kalzu se se moj men, e kum thirë monin tu i bërti, pse ma ke marrë telefonin, qa si kum thonë. Edhe kisha kajt tu i thirë mamin e babin si fmi vogël, ata i kisha përballë që aty, unë tu kajt tu i lyp ata. Nejse, tani kanë 7 tamam jam kfill kështu, e kum djetë që po me folë, kështu se do me thonë doktori i shkonë më kish kontrolu, unë as nuk e moj men që a kum folë me to, kisha folë anglisht, kisha bo laf me to, që as nuk e di që a i kum thonë. 7 ora jam kfill tamam edhe e di që ma kam pru telefonin, edhe kum bo selfie tem parë, edhe ato e shene. Edhe kum bo një video me babin e mamin, edhe e di që s'kum ni qatë herë dhimt, as një pik dhimt, edhe që pa isha di shumë veke trupi shumë ranë. Edhe fjalla jam u kanë, po du mu qu me ec. Edhe kene i tjen metu më këshu qysh po do mu qu me ec.
para 4-5 ore e bo operacion, unë po du mu që me jetë se m'rrekjen menje veç fjala asoj që i ka thonë babit ti mon është mos me ecë ma, ka me mujt me u shikimin. Edhe nisa më kujtu, që kësy, mu kish ajë shumë edhe mu kam shqit, 2 syt i kum pas ajtë se u kam puna e pozicionit që mu kam shtrit, edhe tash krejt ajësh. A mu që kjo mu kish ajë shumë edhe shesha trobot me ta. Edhe di që ja kum nis me kajt, edhe i kum thonë babit, qëre mire pas ka pos ajo se Lena, se s'po dua sa emra përmet, po mire pas ka pos Lena se qëre nuk jam të pa, po m'du ku t'jem qërru. Edhe ka nis me kesh ata mjeku ka thonë që është normale se je kon shtrit përmbës edhe tash krejt presioni ka shku në ftyrë edhe në pjesët e përparme të trupit. Tani mas do ore ja ka nis, se unë po du mi tregu drejt që dhimbje pas operimit nuk kom pas 3-4 orë të para. Mas 3-4 ore, kushdo që e ban operimin s'po du m'ju rrajt, po du m'ju kallzu krejt drejt, qysh ka ec rrugtimi jam për operim. Do me thonë, sot jam 2 javë, edhe po m'sheni jam ullën, kom krysh të nejt. Edhe jam këtu me sniqen. Edhe kum pas dhimbë shumë, edhe jam myt të kajt për dhimbë, m'ka dhimbë tepër se mu do kjo shumë rënd diçka kur jem qu, për herë të parë n'kam. Jam ull, edhe veç kum thonë o zot. Nuk pasna me mujt, edhe kur jem qu n'kam jom kon me atë asistentën e mjekut. Ja kum nis me ecë, krejt m'ka ardhë rëndi qysh m'ka rënu truni, m'ka ardhë me vjellë. Veç shkojke dyshysh tu m'arë një farë nxehtësie, tu dash me m'lshu komt, po prap thesha okej, ka me ecë në zër. Edhe mo isha kry qysh se isha me qu kryt e nalt, po m'vjen me vjellë edhe une me vjellë kam shumë pikë dop nuk moj. Edhe mjekët janë çudi që s'kum vjellë asnihere, se qa që kum majt vetën, kum thonë okej, I can do it. Edhe hum nis me ecë, jam shtri as 1 minut, s'kom mujt shumë se shumë rënë m'ka ardhë se unë i kish veç 5 orë që isha operu. Nejse jam shtri, qatë natë ku marrë qetësusa, vajagi shumë, jam kon me antibiotik non stop me qetësusa, kum pas dhimbë shumë, jem qu kum flajt, dhimbë ma t'mdhaja kum pas natën, ditën s'kum pas shumë dhimbë. Dhimbje kum pas zakonisht mas shumë të gjatë natës, kanë qenë dhimbët me ju tregu drejt jo shumë përballushme, po normal që m'kon me hapa non stop me qetësusa. 4-5 ditë e para, edhe 5 natë e para janë kon shumë t'shtira. Edhe e maj men ditën e dytë kur po me ecë m'ka rat fikt tu ecë se u kon shumë zër, dyshysh e vresha një sen të ri n'trup temin edhe thësha okej, qysh pasna me mujt ashuna, edhe nuk pasna me mujt as me ecë, as me kur gjatë, se m'veke shumë rënë. Amo për shembull, si e marrë të shpia, ka ndryshu krejt. M'ka ndryshu dhimbët, m'ka ndryshu ecja, e kum nis me ecë, e kum pa një farë hek në TikTok qysh mu qu vet, edhe babi me mamin jem kon poshtë. Edhe qatë dit jem bon ashta 1 javë e gjys prej operimit, edhe shkallve poshtë, veç kur jem shku. Edhe e kom qëtë një video, babi të folë, e shene. Një shku ku me ecë. Si në të që me të Oj, mame! Qa mi boni krevetit, Mama së memo! S'ka syt keq, mama. Edhe dhimbjet jën kon, do me thonë ma shumë t'javën e parë. Tash jam hi javën e dytë për tretën. Dhimbja normalisht që kam, amo jo dhimbë të mdhaja që me thonë që s'unë i përballoj ma. Bile dhe qetësusat që jem të i përdor ma heq. Jem të i përdor veç antibiotikun edhe vitaminat. Edhe une jam shumë të uni ma mirë. Une po du me u tregu si inspirim për krejt femnat, për krejt njerëzit që kanë probleme smundje edhe që mendojnë që s'kanë me mujt nja dal, gjithmonë dush me pas atë forcën brenda teje, me thonë që une kam ja dal, une kam uni ma mirë, edhe kam me përfundu çdo sen, qysh është mas mirti se nëse e ki besimin te Zoti, krejt senet kanë mu kry qashtu qysh ti ki qef. Si vajzë që jam e re, nashta se 23 vjet nuk është që janë shumë, une du mu bo një forcë për krejt femnat që kanë problem me shëndet, që kanë problem me dhunë, që kanë probleme psikologjike, që kanë probleme
lloj probleme ndryshme në familjen, punë, shoqni, lidhje, ku ta diun. Çdo herë duhesh me mendu mas shumti shëndetin tënd mendor. Se unë kom pas probleme shumëta me shëndetin tem mendor edhe ka pas faza ndryshme t'jetës tem që nashta e kom cek që më kanë tu tentu disa herë mi bo keq vetës tem dhe cila nuk ka ni rrugë zgjidhje për mu, mu ka nashta, i shkon veç ni mbarim për mu, për jetën tem. Po sot që jam qu, jam tu ec, jam tu marr frymë, une çdo ditë i falenderona Zotit që ma ka mundsu me qetë syt prap për një ditë të re. Kështu që ju doni me kon falenderus për çdo frymëmarrje që e merrni, edhe doni me kon falenderus që i keni krejt gjymtyrët e trupit, edhe çdo sen tjetër ka mu rregullu. Doni me pas besim vetës shumë, edhe nëse krejt njerëzit kanë me thonë ty që sunja del, ti duhesh me pas veç forcën në veten tënde se gjithmonë kemi ja dal, nëse ti beson vetës tënde dhe ki forcën tënde të brendshme, që se lejon asnjë njeri me t'ndikun ta. Kështu që njerëz unë e kom pa që dasha mirë nuk kisha. Kisha veç dasha keq. Kështu që ata njerëz që m'kanë nejt afër momentet e mia ma t'vështira, du mi falenderu shumë edhe ata e din kush janë. Shoqninë tem t'ngusht, po dhe rrethën e gjon që prap se prap t'paktën një mesazh ma kanë dërgu se janë mundu me m'nejt afër kur kom pas nevojë. A njerëz të tjerë që i kom mendu që janë aty për mu gjithmonë kur kam nevojë, nuk kanë qenë. Shumica e njerëzve që ju kom besu, kom fol shumë sene me ta, ju kom ofru ndihma kur kam pas nevojë, ata nuk janë kon aty për mu. Kështu që rrethin ma t'ngusht ki me pas familjen, këtë sen doni me ditë. Familja është rrethi ma i ngushti se shoqni, okej, shoqni mërët me të ba dikush shoqe e shpirtit ose shok i shpirtit. Ato pe përjashtojna, okej? Ata janë. Po familjen, si familjen s'kini me pas kërkon. Kështu që du m'ju thonë shumë kujdes me kon kini mu shpreh, me kon kini me fol, me kon kini me kallxu ndjenjat e juve, me kon kini me nda një rrëfim t'jetës t'juve, se nesër, mas nesër ju s'kini me fol me qata persona dhe kit kam ja u përdor për t'keq se ju për t'mirë. Kështu që doni me pas besim veten e juve edhe kujdes prej njerëzve, kujdes prej rrethit që e mbani afër, se kur nuk mëni me dit kush kam ja ngurt tikën mas shpinën e dit. Kështu që une me pak fjalë mujta me i zgjedhë tema ma t'komplikume ose ma s'poditsh mu shpreh, se kam pak edhe emocione, po unë tash kam ju përgjigj disa pyetjeve që më keni bo në Ask Me a Question, kështu që mëna me vazhdu qaty dhe nashta qaty kena me fol pak ma shumë sene çka jo keni qef me fol. Pra, une po filloj me pyetjet që më keni bo jo, edhe pyetja e parë që u bo mas shumti është kush të ka ndihmu domethënë përpara të operimit sepse nuk e cek emra. Une ma herët e ceka që shumë kisha pas qef mi tregu persona n'fjalë se jo i njeni ata persona, kanë dash me qenë diskret kështu që unë s'muj me thy privatësinë e tyne, veç du mi falenderu përmes kësaj video dhe mi thonë që ju dua. Atë ka shkru mo ajo mashtrusja, atu si unë di që ti a dole me sukses. Jo, nuk unë ka shkru mo mashtrusja, po m'keshet se po m'qojnë foncat foto që pi qat ajo hala kishe po ka vazhdu punën e kishe me klienta e bla bla bla. Une nuk e besoj që ajo ka me pas klienta mo se ajo mas pari nuk është klinik, është zyre ndërmjetësuse që i çon nëpër spitale t'ndryshme. Nuk e di ju a e keni pa ciklin e dytë ku ka dal një vajzë që ka tregu qysh ja ka maltretu gjoksin edhe ajo nuk ndin ma gjoksin e saj kurgjë. Qysh një njeri tjetër shku mi mjell flokt, ja ka mjell veç pjesën qëto, ne ja ka lon qel. Dikush tjetër, e ka shumë raste, që do me thonë une, ju kom falenderu Zotit, masi e kom marrë vesh, që s'kom hi n'dur t'saj se kom me dit sallatu m'kish bo, edhe kom me dit s'kisha mujt as me ec ma as mu qu, kështu që falenderimit e kom veç Zotit që m'ka ndodhë shky sene kom kuptu çka i shkon tek kjo puna, se ajo doktoresh shitet, si doktoresh fol, edhe një sen du mi thonë edhe juve artistat që ajo ju ka marrë shumicën prej juve nëpër gojë. Do që jeni konta ajo kini pagu pare, edhe keni dash me nejt diskret mos mu kuptu çka keni bo, ajo ka fol për juve tone, po ka fol edhe nëpër njerëz tjerë, kështu që besoj keni me marrë vesh të ardhmen se është katastrofë. Vazhdojna është. Për sa orë ka zgjat operimi? I para pam, operimi do me thonë qysh une kom ni prej
doktora tjerë, nëse unë e kisha bu komplet shpinën, prej qafës poshtë, prej ku e kom pas devimin, i shkon normal për mi 10 orë. Po unë e kom bo vetëm gjysmën, pjesën ku e kom pas devimin ma t'madh, sepse pjesën tjetër e ka korrigju doktori përmes pjesës ku kanë devijimi ma i madh. Ka dashur mos ma humb elasticitetin edhe me kon une fleksibile që me mujt me vazhdu karrierën tem, domethënë vallëzimin që m'pëlqen shumë, me kon shumë e lëvishme që me mujt unë edhe tash, jam 2 weeks post-op edhe po muj me livrit non-stop. Kështu që ka zgjat 6 orë e gjys, qysh m'kan tregu, edhe nja 2 orë deri m'ka dal pija, dikon pi bjen 8 orë e gjys ashtu. Është. Qysh e ke vrejt që ki skolios nëse e mban mend se e di që është kohë e gjatë? Une e kom cek këto në rrëfimin tem, e kom vrejt kur i kom pas 12 vjet, jam kon n'banjë tu la, edhe jam kon tu kshym pasqyre edhe tash e kom pa një anë të shpinës ma t'fryt, edhe kur jam kthy anën tjetër e kom vrejt që është ni devijim, edhe që aty u kon hira e parë që e kom vrejt unë edhe se kom dit çka u kon ajo, po jena shku te doktori, na ka tregu edhe pastaj kom fillu me konsultu me mjeka, me fizioterapeut, e kom bajt lekun, kom flejt n'dras, ka pas shumë sakrifica që i kom bo gjatë viteve n'vazhdim, po tash u kry operimi dhe s'kam nevojë mo. Nejse, për fizioterapeut kam nevojë se tash edhe 2 javë kam me shku te doktori për me ma kshyrë varrën qysh është, qysh është tu ec krejt, a kam dhimbje edhe tani kismet janë nis me fizioterapeut edhe inshallah me mja nis sa më shpejt vitë nejse se s'muj me nejt une. Pyetja tjetër është prej kujt e ke pas zhgënjimin ma t'madh? Jem zhgënjy prej shumë njerëzve që se kisha prit që ka mu zhgënjy. Nuk po du mi përmend me emra, e din ata vet kush janë. E ceka edhe ma herët, se po m'vjen përsërit, po jam zhgënjy qaq shumë sa që tash m'ka kthy n'forcë edhe nuk i besoj ma kërkujt. Edhe e di që e kam veç veten tem, familjen edhe shoqet e mia t'ngushta që jon kanë aty për mu kur kom pas nevojë. Për tjetër kanë. Veç di mi thonë që krejt sillet bota, një ditë kini me pas nevojë për mu, po besoni që s'kam me kon aty për juve. Prej cilit moment e vretet që janë duke të përdorë ajo kompania? Unë e kom vrejt që janë tu m'përdorë prej mujit parë, se direkt se jam taku me ta m'ka thonë me postu foto, edhe unë domethënë jam tregu shumë e mendshme, se çdo bisedë me ta, çdo shkrim me ta, çdo gjë me ta e kam t'faktume që kam i përdorë n'gjykatë edhe e di që kam me dalë fituse, si me klanin, si me Lenën, se tash çka kanë bo këta dy palë mes vete, unë nuk e di, besoj që n'gjykatë kur jena kena me marrë vesh, se tash për tash nuk e di çka ka ndodhur mes tyne. Unë e di nifar ane t'pjesës t'Lenës me dikon t'klanit, po ajo mbetet mu diskutu t'ardhmen, kështu që nuk po du me diskutu ma shumë ktu se veç i bëj vetës dëm, kështu që mbetet për gjyq. A ki me pas ma ndonjë problem me boshtin kurrizor sipas rezultateve? Po sipas rezultateve, jo, normal najher dhimbje muj me ndje kur ndryshon koha ose diçka, po dhimbje e di që s'ka me pas ma, devijim s'ka me pas ma, bebe, muj me bo, muj me kon normal si krejt tjerë tash, nuk ka me pas asnjë problem për jetën tem n'vazhdim. A do ja sugjeroje të gjithë atyre që e kanë të njëjtin problem si ty te spitali amerikan? Definitivisht, jo veç pse e kom kry ndërhyrjen, po asistentet, doktore, anesteziologu, drejtoresha, krejt rrugtimi jam mrena n'spital qysh ka qenë prej ditës t'parë, e deri sot që hala moj kontakt përmes telefonit, unë jam dalë e knaqshme, nashta 10, 100 prej 10-ve. Qaq shumë kom dalë e knaqshme, qaq s'jam tu pas asnjë problem edhe krejt fjalë qysh mi ka thonë doktori, janë tu m'dalë qashtu, unë ja u sugjeroj krejtve që e keni këtë problem pa pikë frike, me shku te doktor Kamile në spitalin amerikan, është kapak. Cilat ishin fjalët tuaja të fundit para se të shkoni në operacion? U kon që I will do it, kam ja dalë edhe kam u kthy shumë strong, ja kom thonë shpis,
mos t'ju shatu mërzit dhe as një pikë t'loti nuk e kom derë, domethënë para se mi në operacion. Jam mërzit pak, mrena vetës, amo jem kon shumë ashtu që kam ja dalë, s'ka me ndodhë kur gjë, s'kam se me u mërzit. Kush të kam mbështetur më së shumti gjatë udhëtimit tëm të uroj shërim të shpejtë. Gjatë këtij rrugtimit tem, mu më ka mbështet familja jem, shoqënia jem e ngushtë. Du me falenderu publikisht edhe Edonën, shoqën Edon, që më ka nejt afër prej momentit parë që une ja kom tregu problemin që e kam. E deri sot që e kam kështu në pjesë zemrës tem se është një burnesh në sytë e mi që s'ka frikë prej askujt, që më ka nejt afër, që u mundu me zgjidh problemin tem qysh është mas mire, kështu që edhe piranjat du mi falenderu shumë, menaxherin, Rokin edhe krejt alla njerëzit e tjerë që më kanë mbështet. S'tash s'jam tu më kujtu krejt me emra, po ju dua. Cili është zhgënjimi më i madh në jetën tënde? Zhgënjimi jam më i madh në jetën tem u kon që në një format si Klan Kosova, në një format si Big Brother VIP Kosova, është dalë një manipulim kaq i madh, ku janë mundu në sytë e njerëzve me tregu një gjest humanitar, që ka pas t'bëj me shëndetin e dikujt edhe u kon thjesht një manipulim. Ky u kon zhgënjimi jam më i madh edhe se kisha prit që mnet me bo dikush një gjatë. Kom pas shumë zhgënjime në jetën tem, po ato tjera diq që kanë ma t'vogla kundrejt sa i përket kësaj, kështu që what to say. A do mund të bësh aktivitete fizike dhe nga 1 deri në 10 sa do e vlerësoje dhimbjen pas operimit? Aktivitete fizike deri në 8 muj nuk muj me bo, qysh më ka thonë mjeku. Kalorimin e sen që e du shumë, që kjo pak kështu po m'lëndon, nuk muj me bo nashta për 2 vjet najsen, veç nëse shkoj kështu jo me nga po veç me ec. Boksin s'muj me bo ma për goxha ni kohë, deri te ndi veten e fortë edhe deri t'u m'forcohet pjesa e re që e kam t'vendosur në trup. Fitnes nuk e di kur kam ja nis me ushtru, do t'me pyet doktorin, ai ka me m'tregu kismet edhe djagur kur shkoj. Edhe dhimbjen mas operimit, tash pju tregoj drejt se nuk hyrrej, u kon 10. 10 prej 10, u kon shumë dhimbë e madhe, po i ke pas qetësusat edhe me qetësusa ke mujt me kalu, domethënë. Kur ki me postu kangën Forcën e një femne? Kangën Forcën e një femne jam tu e punu, jam tu e kry sa ma shpejt që t'muj, se veç refrenin e kum pas edhe tekstin që e kum shkru, po unë kitë kangë kum thonë ka me bo mas shumë vjetë që t'ka ma shumë sene që ka ndodh njët, po unë mendoj që qëtash është momenti, si jam tu e pa që shumë femna janë frymzu prej historisë tem edhe prej forcës tem, që e kam edhe nashta me qatë kangë ka minimu shumë femna, shumë nana, shumë qika t'reja, shumë fmi me marrë forcën edhe mi thonë vete që ki m'ja dalë për gjithçka, kështu që mendoj që shumë shpejt ka me bo kangën. Videoklip, tamam qysh keni qef, jo nuk e dija ka me mujt me bo, a jam n'gjendje për me bo, po në forcat e mija kam u mundu me bo diçka sa ma kreative për juve. Edhe tjerat jon kon, a ki mendu se do jet vdekje operime? Normale kena pas krejt kit menem, ama juve ju thamë s'me pas kit menem se që? A po m'shëni? Krejt? Mirë jam bo ma e mirë. Jam zbukuru diçka, po m'doket vetja ma e bukur. Pak a i gore. Veç kohta shumë a ki pas stres gjatë hyrjes, pak si. Do me thonë këto sene veç i kum cek, tani kam shumë komente t'mira që i keni bo shumë. Une me qëta po du mi jep fond këtij vlogu, jo fond për me përfundu krejt, po këtij vlogu si n'tërsi. Une po du mi thonë krejtve që ju du shumë. Du mi falenderu krejtve për mbështetjen që ma keni jep,
Edhe unë kam mundu që me ndryshu pak planin e jetës tem edhe me ndryshu pak paraqitjen në publik, se tash ka fillu një jetë e re për mu edhe unë e kom dashur dashurinë e juve gjithmonë. Edhe tash besoj ju e keni pa qysh është Anisa e vërtet, qysh s'po di mu shpreh veç. Të shihni tash Anisën qysh është në realitet. Edhe një zemër prej krejt juve që më keni mbështet, që më keni dasht, më keni nejt afër, edhe për krejt juve që nuk keni besu te one, e mani men që në Big Brother kom thonë që kam ja dalë dhe do ja dal. Unë ja dola, kështu që veç di mi thonë që mosbesimi juve mu m'ka bo ma t'fort, edhe ju që më keni bullizu për smundjen tem, keni bo meme, ku te diun, tash inshallah nuk e ndodh kërkoj në familjen e juve, edhe inshallah kërkosh familjen e juve s'ka me pas problemin që kom pas one, ose naj smundje tjetër. Veç di mi thonë që krejt njerëz që më keni dasht, ju dua, ju rrini t'fort, edhe shumë sene t'reja kanë me ardh, edhe kismet, unë kam mundu në forcat mia që me bo t'ardhmen një koncert për krejt njerëzit ose dikush që ka nevojë shumë madhe për mjekim edhe nuk i ka mundësitë edhe krejt fundin që unë kam e bo, që atë ditë kam e dorëzu te personi fjalë. Kështu që ju dua shumë dhe faleminderit që keni ndjek vlogën edhe shumë shpejt na marrë me sene t'reja, me këngën e re, edhe ju dua.